Të ndërshëm vëllezër, sonte do të flasim për pasojat e mëkatit. Kjo pas parasysh se njeriu është i krijuar dhe vepron mirë. Mirë po njeriu si njeri e ka në vetvete ti themi prirjen për me bë dhe keq, me vepru keq. Imani është ajo që e avanson edhe e shtin me bë vepra të mira, dhe imani i dobët ose feja e dobët që gjendet brenda atij njeriu, në këtë rast muslimani i dobët, atëherë i mundsohet të bën mëkate sepse realisht nuk ka kush e ndal. Njeriu nëse është i krijuar nga shpirti dhe nga trupi, zemra e mendon të mirën bashkë me trupin, me mendjen. Mirë po, nëse nuk ka iman brenda atij njeriu, ai fillon me mendu keq, me zemrën e vet dhe me mendjen e vet. Gjuha, të cilën Allahu na ka fal, e flet fjalën e mirë, fjalën e bukur. Mirë po kjo gjuhë njësoj, nëse nuk ka kush e ndal, e flet të keqën, e flet ligën. Por edhe trupi njëkohësisht, Allahu e ka kriju me bën vepra të mira. Për shembull me si me pa të mira, me vesh me ndëgju fjalë të mira, me duar edhe me kam, mos me shkel, shembull në haram, po me shkel në vende të mira, si në xhamia, nëpërmjet kamve me shku me ndihmu dikujt, nëpërmjet dorës djathtë me dhon dikujt ndonjë sadaka kështu më radh. E kundërta e kësaj, nëse njeriu nuk ka iman, ose e ka imanin shumë dobët, atëherë me dorën e vet hingjuna, me kamën e vet shkel gjuna, me sirin e vet shkel gjuna, me veshjen e vet ndëgjon haram kështu më radh. Nëse ne ose musliman, ose njerëzimi, kudo që janë, bëjnë mëkate, bëjnë gabime, atëherë ata patjetër t'i kenë pasojat. Unë këtu, nga shumë pasojat që janë, i kam zgjedh, t'i them para jush, disa prej tyre. E para është ngushtimi ose vështirësimi që i ndodh atij njeriu që o mëkatar. Ai ti duket që është mirë, ose neve na duket që është mirë, mirë po ai në vetvete ngushtohet. E dini sa keq kur ne nuk e dim mirë, pa e ka bën një gabim, edhe tash duke ecë e ndron rrugën. Mundohet me ik, mos ta shef dikush, mundohet me ik nga polici, mundohet me ik nga filani, ama ne nuk e dim. Ama ai e di mëkatin e vet, edhe tash ngushtohet, se po më shefki. Shemja ke thonë një fjalë të keqe, edhe tash para mendoj ngushtohet nga njerëzit. Asa Allahu xhaleshano mundet me ngushtu këtë njeri. Allahu në Kur'an thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai i cili e kundërshton përmendjen time, fenë time, fjalën time, atij do t'ja mundsoj një jetë me probleme, me vështirësi, do t'a ketë një jetë të ngushtë. Thot: "Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Dhe ditën e gjykimit këtë njeri do t'a ringjallin qartë. Mirë po ki njeri që do të ringjallet qartë, do të thot: "Qala Rabbi lima hashartani a'ma." Do të thot: "O Zot, pse mo më ringjallet qartë? Wa qad kuntu basira." Unë s'kam qenë qartë, unë kam pa. Allahu blesar ja kthen përgjigje dhe i thot: "Qala kedhalike atatka ayatuna." Kështu pra, ne t'i sjellëm argumentet tona, ajetet tona, Kur'anin, fenesita. Mirë po ti Kur'anin e harrove. Neve nuk na përmende. Mendove se në të botë je i fort, e i mençur, e i ditur, e ke njerëz
e ketë holla, e ketë pare, edhe e harove Allahun Gjeleshanu, e harove fejnë e ti, e harove xhamien, e harove respektin ndaj prindërve, e harove respektin ndaj pleqnjeve, e harove respektin ndaj profesorëve, arsimtarëve, e kështu me radhë. Thot, në harove neve si Zot. Wa kedhalike l-yawma tunsa. Para çka që edhe ne sot do të harrojmë. A ma ketë se me të haru Allahu? Nuk ka. Ma ketë se me të largu Allahu nga mëshira e vetë? Nuk ka. Para me dojnë në shtëpi, në qofse ndonjëherë pak e nervozon prindin, ja prish qefin, ai kur të neglizhon pak, nuk të jep 59 ditë. Me njëherë, ndryshon situata. Në shkollë, krejt sendvicat i jo. Shkollë, krejt do një pije të jo. Pse se, kuptohet, a dhe vëshkem brejme, Allah, s'pove një ditë, ato kanë në dvejt, pse? Allah ve kum prish punë në vanë teme së mirë pare. Para me dhe vetëm pak prindi me të haru, ose mos me të mëshiru. Mos klasin pak ma shumë. A para me dhe Allah dhe lëshanu me të haru, ose me lërgu mëshirën. Allah as njëherë mëshirën se lërgon nga njerëzit. Mirë po e pakson. Allah dhe lëshanu është më i mëshirëshëm për njerëzit sa nana për fëmijën e vetë. Në që se nana hodhët në zjarë, hodhët në ujë, hodhët në deti, me shpëtu fëmijën e vetë, Allah dhe lëshanu është më i mëshirshëm se sa nana për fëmijën e vetë. Inshallah Allah dhe lëshanu këtë ngushtimin, në qofë se dikush prej nesh, nuk jam do e folë vetëm këtu, ku të që janë muslimanët e ka, inshallah Allah ja largon. Sepse nuk është dhanë për atë që ka gabu me kërku falje. Nuk ka dhanë për atë që ka gabu mu pendu. Pendimi është dere hapur deri në ditën e gjykimit. Allahu Gjeleshanu thot, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِهُ Allahu Gjeleshanu që fse donë dika ta udhëzën, yashrah sadrahu lil Islam. Ai gjoksin, Allahu gjoksin e ti e hap për me pranu fjallën e vërtet, me pranu fejnë e vërtet, me pranu Islam. Allahu Gjeleshanu kur do, edhe pse Allahu Gjeleshanu këtë çështje e ka sërë shumë bukur. Në qofë se unë vetë dua, Allahu e din a dua apo nuk dua. Ka disa njerëz thonë si Allahu, si ka mu si Allahu, mu me mullzua atë me bloku, mos me mullzu. Allahu Gjeleshanu e din që ai njëherë nuk e ka mendjen të namazi e të respekti. Për atë çka zemra e tij nuk e ka hap, ndërsa ai i cili e mendon Allahun, e mediton Allahun, i qan zemra për fe, i qan zemra për respekt, atij Allahu Gjeleshanu i mundson më shpejt të gjen rrugën e drejtë. E dita, në gjuhën arabe i thonë hermanu risk, ose shqip privimi nga risku, privimi nga mirësitë Allahu Gjeleshanu në këtë botë. Mos flasim për botën tjetër, sa të mira ka. Në këtë botë, sa do që me brega, me gajle, me probleme, është e vërtet se ka të mira, i ka të mirat kjo botë që nëndër që fësi i shfridzojmë të mirat halal, se të mira haram s'ka. Edhe pse ndonjëherë ne mendojmë se harami është më i ambël se halali, më nuk është e vërtet. Harami duket ashtu. Duket më i ambël për shkak imanit dobët. Se si të korrit harami, askush nuk të korrit. Njeriu si e korrit harami, gjunahi asgjë nuk e korrit këtë botë. Edhe Allahu Gjeleshanu tash e privon njeriu nga risku, nga të mirat e kësaj bote. Mirë po privimi ose ta themi ndalesa nga të mirat e kësaj bote në dy aspekte, në dy mënyra. E para, kur ndonjërin e sprovon dhe as pak nuk e ka para vetes riskun. Për shembull i mungon buka, i mungon uji, i mungon rrima, diçka i mungon, nuk e ka. E ka të ndalume, e ka të bllokume, e ka të privume. Edhe e dita kur e ka hajrin, e ka të mirën, ama nuk shef ëmbëlsirë, nuk shef knatësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
inna lil hasanati la bayadan fil wajh. Me të vërtet, të vepra e mirë, të njeriu i mirë, të ai i cili nuk ka gjunahe, thotë e shef fytyrën e tij ose fytyrë zbardhur. Allah e ka zbardhu fytyrën e tij. Wa nuran fil qalbi, edhe shef dritën në zemrën e tij. Wa sa'atan fil rizqi, edhe e shef pastaj shtimin. Allahu dhe lëshon ati ashton rizkun, ati ashton të mirat. Wa mahabbatan fi qulubin nasi, edhe atë njeri njerëzit e dun. Tash, me siguri ju ende shumë të rijeni, mirë po e keni po ndë një njeri, ti me ndonë që a i s'ka ba zënë të mirë, edhe habitesh, pse be këtë njeri e dun shumë? Ka do të që shkon aj njerëzit që shkon bravët. O, ka do që ka të aj që aj nuk ka të regu, po Allahu dhe lëshanu e ka mundësu si njerëzit të dun. Për punt që aj i ban, nuk ka nevojë në nërmi të regu punt. Kur e shifni se sila njerëzit pas dikujt, unë duke folë për njerit mirë, se edhe pas futbalerave, këtë stadion 100.000 veçkën. Po ku e di unë, pas shëselit njeri, nuk do me thonë që ai gabimtara, se shkoj njerëzit. Mirë po e shifni ndë njerin, i shkoj njerëzit o kolla, rinë matë. E tash më thotë, se shkoj një për një espresa, shkoj me njeri pas ati. Me njëherë tash ato fjallë të mohabeti se në rrimë me dika për shkak interesit, kështu me la. Mirë pa Allahu dhe lëshanu për punë të mira që i ban e ban mundshme që njerëzit ta duan. Ama ne nuk do me thonë që duhet me ditë. Pse e duan njerëzit? Allahu dhe lëshanu e mundësat. Wa inna li sejjeti, mirë pa ai që ka veprat liga, ai që janë gabimtar, ai që është mëkatar, se wadin fil wajhi, ai mundet me pas ftirën akall të bardhë. Edhe për shembull jetu në Sibir atje, ku nuk e rrok asnjëherë dilli me nxinj. Akall është. Mirë po, Allahu dhe lëshanu e ban fitirën e zezë. Wa dhalamatan fil qalbi, edhe errësirën e ka në zemër. Nuk është, si themin e zemër bardh, o zemërzi. Wa dhiqan fil rizqi, Allahu dhe lëshanu janë ngushton riskun. Janë ngushton të mirat e kësaj bote, edhe wa bughdan fi qulubil khalqi, edhe njerëzit nuk e duan. A i thirë njerëzit dasëm, 20 euro e ban porcionin. Nuk i shkojnë. I ka thirë 200 vetë, 30 vetë, 170 vetë nuk i shkojnë. Hajtë ta provojnë kafe, një dhe ti thiri, kejtë, hajtë një pinë qka, asë një nuk shkojnë. Në më thonë të njëherë nuk anë, në pyetje parja dhe haja dhe muhabeti, po në pyetje se Allahu dhe lëshanu, se e ka mundësu që njerëzit të dunat. E pse nuk e du njerëzit atë? Ka bëqka. Ama kështu në pamje nëse e shef, valla, me këtë njeri duhet me dashtë, duhet me respektu. Mirë po, gabimet që i ban aj, Allahu dhe lëshanu e privan. E privan edhe e mundëson që njerëzit mos të dunat. Edhe njerëzit realisht edhe i largohen. Ndonjëherë ne i kemi disa të mira, mirë po nuk mund me shfrytzu. Për shembull se njeriu ka të holla, e ka mundësi ekonomike, ama çka do me hanë këtë botë që halal, mundet me ble. Ama si punon lukthi. Nuk ja blun lukthi. Është i prevumër, realisht, nuk do me thonë që e gabimtar. Që ka ndë një smundje. Ne kemi shumë njerëz në botë, që janë privumë, edhe pse i kanë mundësit. Ose kena njeri që qëfar dush veture në botë e blene. Ama me të pamurit ka problem, nuk shef mirë. Se ndohet shoferi mirë. Që du të me pos shofer me vetë. A jam i qartë. Dhe me thonë, ndo njëherë, i keme mundësit, ama Allah dhe lëshanë të privat. Jo pse e gabimtar, po pse Allah ka dosh me sprovu. Para me ndaj që është gabimtar, është mëkatar. Për shembull i 10.000 euro rrogën.
ama as 200-300 euro se nuk shfrytëzon. 9700 shkojnë të nësi dhona gjun tonë termat e poshtë. Me pyet kuj që ullëve kuj që në rogën vë pasiti. Nuk dhe dhe me të regu. Pse mëkatët e shumë të që i ka, ati ja mundësoj një jetë të shfrenuar, një jetë pa presje, pa pika, pa regull. Allahu Đeleshanu thot: "Walau anna ahla al-qura amanu", po që se të kishin besuar ai popull i cili ka jetuar në fshat. "Wattaqu", edhe ishin friguar ose i kishin respektuar Allahun subhanahu wa taala, "la fatahna alejhim barakat", Allahu Đeleshanu thot do të hapshim ne, do të zbresim bereqetin min as-samai wal ard, nga qielli, edhe do të nxjerrim bereqetin rrezikun nga toka. Mirë po, ai fshat, ai vend nuk u frigun ndaj Allahu subhanahu wa taala, nuk i respektuan Allahun Đeleshanu, ishin mëkatar dhe Allahu Đeleshanu i dënon. E treta, nisjanul ilm, do më thonë pasoje e mëkateve, kur Allahu Đeleshanu të privon të largon ose të ndalon nxënjen e mësimit. E lexon mësimin së në mamen. Mundohesh të elem të rekefe, ma kollaj s'kap, së në mamen. Hajde kule vallaj të provoj, 100 herë. Se e mëson për men s'pak, ha të thush, një ajetën e së në thush. E dush mu këthi, dush mu uli mu këthi, kom nga bove vëllah. Qka puna që unë së në bajme? Po shemull, të shvija thonë 100 herë, shko ble 2 kilo bukur dhe vejra e 2 kilo krip. Se moment që edhe buk i këna thonë me vej. Se, mëkatët nuk e lanë, mëkatët ja kanë bloku trunin. Ti i thu diçka, ai nuk ndëgjon. Ti mendon që jo të paj, nuk të shef. Do njëherë njeriu të shef me si, kështu, ama me mendje, është shumë lartë. Thuhet, tregohet histori që ka thonë një prej djetare Ibnul Gjillat, kam pa njëherë thot haram, që nuk mu ka leju me pa. Edhe një prej djetareve të mirë, të devotshëm, më tha, a je duke pa harama? Edhe më tha, pasha Allah, që këtë haram që i ke bon sot, do të gjenjsh mas një kohë. Thot, pas shumë viteve e harova Kur'anin që e kam ditë përmenç. Hafizi Kur'anit kam tjetë, unë bëjket. A nuk do të thonë që këtë e ka haru krejt. Po ju kanë përzi surët, të përzien ajetët. Të ma mirë mës me dalë hitë që ma. Se hafizit, kur t'i përzien, nuk ka borë që mundet me atritu. Por pos dhe një hafiz ma i fort saj. Pse se ne kullë e pak haram. E pa njerëzit, ta ma mire dalin, ato, me tash në vendin tonë që jetojme, e kena shumë bandere në rrugëve, ka 3-4 vetë në për bandere. Edhe, pa përceje, po. Po dhe, shfarë, s'ka pun tjetëre? Po e pa, që hajtë që më sigare, se prap këthejës të. Ta ma mile e dit, a i thot, qevesh, në 6-22 minuta haqia, shkom duqan blin bukë. Në 6-55 kalon filani vjen për punë, filani shkon punë. Mos t'hin tash bona pak ma i kulturu, ma i civilizu, ma në sjellje me ju. Para me ndojt jem të ri, kur t'ja rrisin me folë për gjinin femrore. Ja u dinën dhe numrin e kundrave. Se gjithë ditën me qatë punë mire. Edhe ki tash, nese kur t'shkojnë shkollë, s'jo me në mendja juve. Apo në me, ka me majtë mend diqka? Jo, valla, ja. Se nëse në mahal e ban, nëse ku do që në kafe shkonaj, mundohet me ingjuna. Edhe në gjami nëse shkon, mundohet me ingjuna. Ku do që e qalat njeri, sepse njeri ju ka nevoj me qenë pak i moralshëm. Jo, pak, shumë do të me qenë i moralshëm, 100%. O bërë pak disa regula me qenë. A jo, me dal edhe mos me ilan rahat edhe njerëzit kalojnë rrugën e tyre. Para çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol
i ka pa disa sahabe duke ndaj rrugë. Ka thonë, e dini hakun e rrugës? Ka thonë, jo, ja Rasulullah. Pejgamberi ka thonë, gaddul basar, ul një shikimin, wa kefful edha, ndal një të keqen, wa raddu selam, kthej selamin nëse rrin rrugë, wal amru bil ma'ruf, thirrni njerëzit punë të mira, wan nahyu anil munkar, edhe largoj njerëzit nga punë të liga. Nëse këta pens nuk i ke, haram bëhet me ndaj rrugë. E ke haram me ndaj sokak. Këta janë rregulla tash, nëse nuk i çojmë të rregulla, atëherë valla më kanë gushtu këto, të ngushtohet. Ku ke pati me i bon gjunahet, edhe pastaj me mendu që i më i fortë se krejt, ja. Se ai që bën mëkate edhe xhumi nuk e zënat. Ai që i ka parët haram, s'di ku ti mshej vetë shtëpia. Ku do që i shkon mendja si ja vet, diku se vetë i ka vet. Edhe ai hajduti jo problem. I lë shembull diku ja, va thot më si mund ka shku mendja me ja vet aty në rastit vallai me xhen. Ku do që i lëni? Edhe në mur. Ja, valla, ka profesional hajdut që ti vendon nga kjo e murit e nga në tjetër ti merë. Po tu, mashallah, si mi ka servu. Veç i merë, që pa hitë se njeri, që në gjepër. Imam Maliku, kur Imam Shafiu në ditë ka ardhë dhe ullë para Imam Malikut. Edhe Imam Maliku i ka thonë, ja Muhammed, unë jam Muhammed ibn Idris e Shafi. Muhammed ibn Idris e Shafi. Andërse Imam Maliku e gojnin Malik ibn Enes. Se ka Enes ibn Malik. Apo? Ajo sahabe. Enes ibn Malik o sahabe. Malik ibn Enes, se e di unë, është Imam Maliku. Amo. Imam Shafi e emin e ka Muhammed ibn Idris e Shafi. Dhe më thonë ka shku i vogël, djaliri. As 10 vjetë në vjetës. Imam Maliku ka hatu që ai është i zgjuar, o gjeni. Edhe i ka thonë, unë të jam duke pa ilm, jam duke pa ditori, jam duke pa që ti kemi u bon i njeri, shumë i njofshëm. Edhe po të thamë prej tash që i jake vë dhënub. Ti edhe haramin nuk shkon. Ti edhe mëkatin nuk shkon. Ti edhe gabimi jo. Sepse thot në qëfë se fillon me gabime, asë gjanë nuk mundesh me majtë mend. Asë gjanë nuk t'intru. Mos klasim në zemër. Se edhe ditëri jo dhe se nuk intru. Ka lidhe, këtë ben punë lidhen me zemër. Edhe njerë kur se do, nuk ta do. Mirë po, edhe gjunahët, në nga pak problemet të përdiqme që i kemi. Plus edhe mëkati, kur na blokon, atër para me ndoj sa mund me qenë aktiv në që se jemi shkollë fillorit, nëse fillorit vegjër, janë shkollë të mesme ose në fakultet, ose studime post-diplomike. Inshallah Allah në mundësëm, ditorin se Allah në Kur'an thot, hel jeste vil ledhine ja'lemune, o ledhine la ja'lemune. A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, nuk janë të barabartë. Me qenë se popull dhe ne kemi të ditur, valloj hajrin do t'ja shofi me dhe në tash edhe generatat ashme. Popull i cilë është i pa ditur, sa do që ka të mire, ka riske, ka ekonomine zhvilluar, një popull që nuk ka dituri, nuk ka ilm, ai popull shuhet. Ai popull harrohet. E katërta, izolimi ndërmet mëkatarit dhe njerëzve. Dhe më thonë, Allahu Gjeleshanu, atë mëkatarin e largon nga njerëzit. Zatën në njerëzit e ki pa. Edhe kur të ulen, shkojnë me një kafe, i shofin 2-3 vetë që i njofin për të keq, me shpet atë kafe se i kina gabu vendin dhe ikim. Pse pa, mëkatar. Mëkatar, lloj gabimi. Tash, kur të rrim në mata, nëse ndodhe një problem, sikur me qenë edhe të përzi. Për atë shkak thuhet,
mos e pyet kush është ai, po pyet me cilën rrin. Nëse rrin me njerë të mirë, edhe ti ke më voj mirë. Nëse rrin me njerë të lig, me njerë të keq, me njerë që bën mëkate, edhe ti do të futesh në botën e tij. Allahu xhaleshanu sipas një hadithi thot Allahu xhaleshanu kur e don robin e tij, i thot Xhibrilit alayhi salam, unë e du këtë njeri, edhe ti ta duash. Edhe pastaj thot Xhibrilit, thire krijesat që jetojnë qiell, tregove që Allah e don filanin, ne ta duan edhe ata, me laike, çka ka? Krijesat që nuk duan. Thot pastaj, bënet mundshme që edhe njerëzit ta duan atë. Edhe njerëzit e duan atë njeri. Para ne kemi njerëz që as se kemi pa, as se kemi ndëgju. Vetëm pse Ebu Hanife, në shembull, e duan këtë. A ka njerë në botë që se do? Po, njerëzit që nuk janë suni, nuk janë të ehlu sunetit, për shembull shiat. Ata, nuk s'kam merak edhe ta du. Me bon me thonë ato e duan Ebu Hanifën, unë për një men në rëzona. Hitë së mbotir. Ato edhe nëse e thonë politikisë, hitë që shkon mendja dhe zemra me dasht. Imam Shafiu, Ahmed ibn Hanbeli, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, hoxhallarë me minja, me miliona, e njerëzit e mensure. Do më thonë, lloj kalibrit njerëzive, me lloj ilmi dhe diturie që janë marrë, qofshin sociolog, geograf, historian. Allahu dhe veçanë e ka bënë të mundshme, sot të kësaj dite njerëzit mi dashtë, edhe pse ata kanë jetuar shumë herët. Mirë po ne kemi njerëz që edhe sot nuk e du. Shembull Hitlerin e do dikush. Po dhe njerë, vaj ka qenë njerë. Ka jetu. Po Stalinin e do dikush. Mussolinin nuk e du. Tu, Jugoslavi, edhe pse do Allah, e kanë atë lidhje në ngusht me Titën, Druzje Tito. Ama në shumica e njerëzve nuk e du, po shkak problemeve dhe gabimeve që i ka bajnë. Mos lasim për musliman që ka sundu, ka pas forcë mbi njerëzit, edhe s'ka qenë i drejt. Qofta i khalife ndonjëherë nëse ka qenë, ose kryetar shteti. E mos lasim për Bashar al-Assad, ose Hosni Mubarakin, ose Zejnul Abidin ibn Ali, ish kryetari i Tunisit. Ju për shembull keni dëgjuar se kryetari i Algjerisë në karike, në lëvizje. Ecën me karike, nuk e lëshon vendin. Se ende se ka kri obligimin që ka dhënë dikush, mirë me i shtit muslimat. Lirave me, por me qenë kryetar ti parën herë duhesh me ecë vetë. Me qenë vilën në shkrim me dhamë. Mirë pa Allahu dhe lëshanu, dikujt nuk jam mundësat me dash njerëzit, a dikujt jam mundësat me dash njerëzit. Por atë shkak, ne ndonjëherë themi, e na gjuhën të në hangri shpirtin, se nuk vdes, se s'kena të shkemi, Allahu nuk jam me shpirtin, pa e korit. Njerë ka me korit, e pastaj ka me mërë shpirtin. Pse? Se pastaj vazhdon dhe thot, wa idha abghad Allah abdan. Allahu dhe shanu kur nuk e do ndë një rob, ama nuk e do pse nga dëshira, po për shkak mëkatët, edhe pasojat e mëkatit. E thirë Xhibrini thot, këtë njeri nuk e dua, edhe ti mos e nuk duhesh me dasht. Edhe thiri krijesat që jetojnë qiell, që mos ta duan. Edhe pastaj tregovu njerëzve në tokë që mos ta duan. Edhe njerëzit nuk e duan. Neve na duan këtu e. Çfarë tipeve, çfarë frajerin, a gjuhën tonë. Si vetë çfarë veture ka vej. Çfarë shtëpie ka. O zotni, njerëzit nuk e duan. Se pasoja e mëkatit që e ka. Po, me të vërtej, a kur gjonë s'na ka bon keq. Hyq, askujt prej neve nuk i ban keq. Shab duke folë tash për 10 vejt, 20 vejt, për njësi. Ama njerëzit nuk e duan. Se mëkati i ti
e ka sjellë që Allahu dhe leshanu ta largon nga mëshira e vet, edhe melekët, edhe pastaj edhe njerëzit ta largojnë nga mëshira e vet. Thot izolimi ndërmjet mëkatarit dhe Allahut subhanallahu. Kjo është shumë punë e keqe. Kur Allahu dhe leshanu të largon, Allahu dhe leshanu nuk të mëshiron. Thot jahsebune kulle sajhatin alehim humul aduf. Ama çka të ndodhe në botë e merr për mi vete. Se sa Allah e ka largun nga mëshira. Mëkatari. Për shembull, në histori e kam pas një minçull, ka vdekur me tia, aga Shabik na ka. Shabik ka pasur. Edhe na tregonte ndo historia kështu, ama një që e tregonte e mboj mend shumë bukur. Tregonte për një njeri, thë ke ka pas hasëm lëk me dika. Në hasëm, në luft kanë qenë. Edhe tha kishra me flet të shpia, ama e dinja e reze e derës, tha atë si kizon gjumi, ama i revolën, altijen, me vete, helbet, se në luft me dika, në bela me dika. Tha e reze derës li viste nga pak, ki u që u trap altijen. Edhe e drejtoj kadera, a më ndham vet, shpit vet. Tha e reze edhe pak. Edhe ki tha së ndëroj. Hajde gjuj, hajde ta mort mendja, hajde gjuj. Edhe tha ki e ka drejtu, se si t'hinje edhe ta vrase. Tha, pa prit mos, tha undal. Edhe ki ka pak edhe asgan lëkam edhe nga, se njëri edhe nga frika, po të asgan. Kur shkon, ta e qelë den, kur shef një macë, kishki. Aja macë anë rezi ka ipe dhe ka leviz derën, ama ki mizën në kësule, di. Se Allahu dhe lëshan kur të largon nga mëshira, krejt dunjoja mendojnë që me ti e ka. Para mendojnë ti, e në me macën ka pas problem. Aja macë e ka prejkë rezën, ki ka kujtu që hasmi ka artë të derën. A mos lasim ai policia është duke orë të ecë drejt edhe ndrënudhën. Ai gjënajet nuk shep, ai punën e vet pi punë ka dhoga lot, a me munki e ka. Se janë të kuqen ki hinja, dëni dallaveri ke bon, ja dikuj dëni të keqe ke bon, të është mendon që kitë dunjoja me ti e ka. Ai profesori, s'kum hinë orë, hik, arsimtarja, s'kum su, hoxha, e lifin se di. Se, du më thonë, me kitë dunjon ke problem. A në qëfëse nuk i banë s'kujt keq, a ka mundësi me pas problem? Valla bi me flet, rahat. Po jo me armën e me tank në të hinje, se si më banë kur gjon keq. Edhe me ma marë shpirtin, kur dalë para Allah, jam rahat. Ama në qëfësi i kom banë zullum dikujt, në qëfësi i kom banë padrejtësi dikujt, edhe maca, kur ta prejke rezën, më duke që ka ardhë hasmi. Kjo i vjen që Allahu dhe leshanu këta njerës i ka bloku. Edhe se në punë ata e marin mbi vete. Thot, jahsebune kulle sajhatin. Se në erë kur veteton. A kene po kur veteton. Qarë zani dhe njerë të forë. Edhe të i kujtë, pak këtë më rogë. Me kilometra lartë. Ama kje e merë për me vete, se ka pimtarë. Larke. Kur ta marim i veç, të e ka ndodhë për shembull në Sofi, ama ti tu ka du kafër, tu në Shkup për shembull, e ka ndodhë do shta ku e di unë, në Nathin, ose në Beogradu, ku e di lartë e ti tu këtë avër, pse? Se ti krejt problemet që ndodhin, i merë në vete. Largimi i Zotit nga njeriu, si njeriu nga Zoti, ka tre efekte negative e para, se njeriu kur nuk e beson premtimin Allah subhanahu wa taala. E di largohet, mëse Allah disi ka premtu, s'ka premtu, këtë të mirat njerëzit i kanë, s'ka marrë e lidhjen e këput me Allah. Për shembull, nuk shpreson të Allahu, nuk frigohesh nga Allahu. Realisht e beson se beson e ke përzi. Kur'anin nuk e ke kuptu mirë, do shte e ke lezu, po
nuk e di qëllimin, për shembull ajetet që flasin për premtimin se Allah premtimin që e ka dhënë në vend ti e lexon apo disi nuk e kupton. Pse? Se e ke bllokuar. Mëkati që e ke bën nuk ta lë me e kuptuar. E dita. Nuk ka mendim të mirë për Allah subhanahu wa taala. Edhe e treta, ai Zotin për vetveten nuk mendon asgjë. Një njeri që nuk e don veten, ai nuk mundet me dash askën tjetër. A një njeri që është zhit në mëkate, vallahi nuk e don vetveten. Se ai që e don vetveten mundohet me shpëtu. Mundohet me nxjerr nga lloçi. Mundohet me nxjerr nga errësira, nëse s'mundesh vetë kërkon ndihmë. Sigur koka dhe me ke pi një hap, një analgine, një kafetine, nuk shkon, nuk kalon, shkon të mjeku. E i mjeku, nuk mundet, shkon në spital. Edhe ti, e shef se të ka kaplu mëkati një, 2, 3, je izolu nga njerëzit, nuk du njerëzit, nuk ka mëshirë Allahu për ti askund. Shko të hoxha, të dikush atë shoku jot që ti mendon se do hajrin. Shko konsultohet, thuj, vallahi unë katastrofë punën e kam. Nuk jam mirë. Disi se kemi në pyetje që kur bime flet natën, më shkon mendja që pejgamberi sa nuk është, nuk ka pejgamber. Nuk ka Kur'an. Nuk e shoh Zotin, ekziston. Është ide negative se ti mëkatar. Edhe plus shejtani edhe djalli para mendoj këtë njeri nëse nuk e ndihmon dikush si mundet me shku jetë e tij ose me mbaru jetën. Tjetra, kasvetul qalb. Shqipi vjen, e zemra është i kriju me qenë e butë, apo? Po zemra. Ty se në prek zemrën, se këto brint në plan. Se mës me qenë brint, asë njës kështë jetu. Pak me prek zemrën, din dhimbje. E shef brint, Allah si i ka rëgullu. Ty nuk e jeton që i ke me veti, vile. Isë unë thome, i dirvesh ki ke. Ku janë me t'inzirë kështu me, po, se në shef veshkën tante. Në atë gjuhën tonë, atë bubrekin tanë se në shef. E këtë gjatë disi. Ama pa ata mundet. Edhe zemra, cop mish, ja. Cop mish. Ama pa atë gjanë. Së mure zemra, infrakt. Vdes. Rallë herë, ndodhë njërzit që jesin gjallë ose jesin gjallë me pasoja. Zemra pak mu bloku. A zemra kur tërsohet, kur të forcohet, bëhet guri nga mëkatet. Zemra bëhet guri. Guri. Prej mëkatet. Si e shtila. A realisht du të me qene e butë. Thotë Allahu, e fela jetë të dëbërun e l'Quran. Ata nuk e meditojnë Quranin. Ka dallim shumë me lezu dhe me meditu, qka kanë, qka i të lezu? Em ala kulubin akfaluha, ose zemrat i kanë në derësuara, asë gjanë s'kuptej, asë gjanë nuk meditej. Një njeri që mediton Kuranin e ka zemrën akëll të bardh. Ama një njeri që se mediton, nuk e kupton, atë që e lezon ai e ka zemrën e fort, që asë gjanë nuk ka. Inshallah, Allah dhe zënë asë bu zemrë. Tjetra, jo, vetëm dy kanë nënvizoj këtu, dy gjëra e forcojnë zemrën. E bëjnë guri, në aspekti negativ. E para, mëkatet dhe dita, disa dëshira qefe që realisht janë gabime. Prej tyre janë shumë herë fol, ama shumë pak e përmejtë Allah. Por shembull, mbrenda 24 orëve 12 orë fol. Hiç nalish. Prej 12 orëve 1 minutë, 2 minuta e ke përmejtë Zotin e ja. Tjetra, shumë behabuk, ushqim. Veç ha. Si, kur të takoj shatë, tu për ti. Ku të du, një glas për tipet, vetë gjamima, menëse se e falë fazin, sa ta fale. Mastikin, që e kanë zerë. Allahu e këberim, trapë në gjepë mësi, si të falet, veç ha. Ki njeri që ha, dembel, se shbezvan me të pru. Kullu washrabu wala tusrifu. Hani pini dhe mos e të proni, innehu la yuhibbu al-musrifin.
sepse Allahu nuk I dën atë që të prej. Ama mëkati ta ban këtë dënja, thuti se krejt e jotja. As gjan nuk ke nga e dënja. Hiq, as gjan nuk ke. As trupin tanë se ke nuk mundesh me mbajt. Dhe ke pa dhamit I dhenë dhem, s'ki qka I ban. Mundo me stilografa tjut, mundo me laps, mundo përbara unë e mbajment ato netlat që I kemi pas, e di. Pleçit tanë të marrë nga pak rësaj për një af e hargjojshin netla në krejt. Hajde tjetërën, dhe tu I pasuron, para më dhe me të dhimë diçka. Ti me vetën s'ke qka I ban. Pa kërku ndim dikun. Jo krejt botën do t'a bëjsh tanë, nuk mundesh. Nuk mundesh. Para qka kethra të në. Ha shumë, flenë shumë. Po ashtu I kumë bon 157 kg. Ose kujt një 200 kg. Po I ke bon me vlose. Sport jo. Puni jo. Namazi jo. Me thinë punë mira jo. Me largu nga punë të liga jo. Por si që në punë ka regula. 24 orë, sa të dush I ke. Vetëm organizoje pak jetën tënde dhe kanë tënde dhe krejtën regull. Dhjall omër kje e fundit ta. Ose e para fundit. Humbja e kohës, ose mëkati realisht e shkurton jetën. Të nuk vdes para kohë. E shkurton jetën, nuk I vjen që I ke pas me tu 60 vjetë, I ke vdek në 14 vjetë. Ja. Preja ditë që ke para se me lindë. Si të boje fëmiju 4 muaj 10 ditë, në barkën në nanës vetë, Allahu dhe lëshoni ja shkruan kur lindë. Lindë, as lindë. Që kemi fëmijë ban 6 muaj, 7 muaj, në barkën në nanës vetë, nuk lindë, vdes. Dikush lindë edhe vdes më jetë. Pre, a do të linde edhe sa do të jetoje. 60 vjetë, 50 vjetë, 2 muaj, 23 ore, 2 minute, 15 sekunde. Se cili njeri në botë I ka të regjistrume, as nuk shtohet, as nuk paksohet. Nuk ka mundësi, për shembull, jetën dikujt e ka me lindë sot, e prolongojmë ja djavë. A ka kështu s'ka. Ose e ka me vdek, nesër, ama djemë si ka këtu në Australie, për një 2-3 ditë, hajtë ta mos disë edhe pak se deri sa dinë, nuk mundet. Mirë po, qka I vjen, mëkati e shkurton jetën, po ti be vetës, ma shumë mirësh me qefet e dunjas, sa me regullat e botës. Por shembull, sa njeri u thot, dibe se që 20 vjet I kam humbë. Njerëzit si unë I kanë fëmije, kanë shtëpije, kanë vetura, ati 20 vjet kur kanë punu krejt, I ke fletë. Kjo humbje koha. A nuk ka, për shembull, I ka 50 vjet, as një biciklet se ka të vetën. Kur gjanë s'ka të vetë, pse? Se ka mëndu që dënjane, me këtë dorë Sibirin, me këtë dorë Australinë atje, Zelandën e Re, edhe ka kjona pa Kaliforninë atje ka. Los Angeles edhe San Francisco atje, kur e ka pas gjanë s'ka. Se kemi në dotri interesant, qëfar mendime negative ka, hiq me se një mush menden me punu, hiq, s'ka shansë. Ai mëkatët që I ba, nuk e lan me pa hajrin dhe të mirën e kësaj bote. Inshallah Allah dishan të gjithë trit dhe treja tona I largon nga mëkatët e kësaj bote. Edhe e fundit të ndërshëm vëzër, para kësaj pejgamberi sa më thot, dy nimete janë që njerëzit kur t'i humbin, atëherë e din vleftën atyrit. E para është shëndeti e dita, koha e lirë. Që po shëndetin kër e kena, hajde me lojmë diçka të një futbol atë një, ushtrim me bana. Muslimani duhet, e keni ndëgju më dha feritin kër thot, edhe muslimani dhe smotan, hiç nuk shkon. E keni ndëgju? Ha? E që unë për të rego. Hiç thot muslimani si ka hije me kon smotan. Smotan që ka I vin? Kështu pak më në gjuhën tonë Shqip. Dembel. Heq, me kur gjanë, kafe ve I vini mërzi. E kafe, në vëqë mja dhe nga, presa, I vini mërzi me pi. Po më kur t'i thuj që hajde hana buk ose mish, kush e habe mishin duhet me partip. Me bo me I dhanë mish thatë, hiq thot se duhet. Dembel. Edhe shfridzënja kohën e lirë, edhe shfridzënja shëndetin. Se vallaj, kur s'ke shëndet, nuk shkon mendja as futbol me lujt.
Ama kur e ke shëndetin, duhesh me lut. Ama atëherë me punë kota miremi. Ne me mëkate miremi. Shëndetin e argjim në haram. Sitë ton gjithë ditën shohin haram, veshët ton dëgjojnë haram. Edhe pastaj pasojat e mëkateve duhet me i përballu dhe e fundit dënimi në ahiret. Do me thonë mëkati ta mundson me shku zjarë xhehenem. Inshallah Allah dhe shanë të gjithë njerëzit, kudo që janë botë, që janë musliman, edhe kanë mëkate, kanë kohë të pendohen, po edhe ne të gjithë që jemi këtu, nuk do me thonë që jena me laikene, unë i kam mëkatet e mia, gabimet e mia, edhe ju të gjithë i keni mëkatet e juaj dhe gabimet e juaj. Mirë po, secili njeri, si ta gabojë është mirë të pendohesh. Gabimet e ditës, kërkojmë falje natë. Kështu ka thonë pejgamberi. Gabimet që i bëjmë natën, inshallah kërkojmë falje dhe tobe të Allahut ditën dhe inshallah Allah na fal ditën. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet në son. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.